Se si 48 deputet i ka, nuk arrin të bëjë shumicën, por ma jep deklarat numër 8, që ta ndjekim në ndërkohë për ta komentuar pozicionin e tij. Që nëse shkon qeveri do të ketë padi penale për këtë gjë. A keni bërë sepse Do ta bëjmë, sepse një njeri që jep betimin për deputet është deputet. Edhe nuk mund të pjetëhet deputet edhe ushtrues e tyre. E një pozicioni tjetër është ndaluar me kushtetutë, ka që thjesht është kjo çështje. Abdigjiku paralajmëron padi shala për kurtin nëse shkon zyra. Kjo zoti Lumer Abdigjiku mundet me thonë, po nuk është çaq e thjesht kjo për të shqyrtuar kushtrim, sepse zyra apo posti kryeministrit ka vazhdimshmëri të përhershme. Po. Nuk mundesh me pas institucione pa kryeministër në detyrë ose të dorëhequr. Do të jetë një çështje shumë me koklavitën nëse vendoset të dërgohet në gjykatë kushtetuese. Unë nuk e di ata gjykatë se çysh kanë me dalë me një përfundim. Në anën tjetër është e vërtetë që nëse bësh deputet nuk mund të shbukon asnjë post tjetër. Po në anën tjetër është një situatë që nuk i ka ndodhur më herët Kosovës dhe ku ka bon ligj po qeveri. Po ka bo. Vetë kjo qeveri ka bon ligj. Që kjo shumicë. Veni kur s'mund me met pa kryeministër. Do të jetë një debat i vështirë aty në gjykatë kushtetuese. Po problemi që ka bon Lenin 26 që ka unë shmun ham aty. Po kryeministri gjithmonë është në detyrë. Çka ja bon vetit krenar Shala sa bo kërkush. Kryeministri gjithmonë. Po këtu ja bon vetit. Që to budallallëçe e kanë ngult një Kosovë pe man pen. Ju hiç as nuk skuqeni. Inshallah të një të vitë si gabime. Për Abdigjikun jemi duke folur tani mos dalë ka pas edhe të kaluarën. Do të jetë një çështje delikate për ta shqyrtuar, sepse ka argumente për të dy anë. Kryeministri gjithmonë është në detyrë. Ka zgjidhje, në herën e kaluar paralajmërimi se do ta padis zotin Kurti, zoti Abdigjiku. Ata do të ngresim, do të bëjmë padidhje, mandej gjykata vendos nëse ka bërë. Çfarë roli është duke luajtur në këtë situatë të një krize kuvendore të Kosovës, zoti Abdigjiku, sipas teje? Unë mendoj se LDK-ja dhe PDK-ja të dyjat janë duke prit nëse ka ndërmend Kurti me bo qeverinë. Dhe nga regjia lusë edhe deklaratën e Memlit, po që se e kemi. Pastaj mendoj se ju takon, përgjithësia kalon tek PDK-ja dhe edhe të LDK-ja, që edhe këto me tentu me bo qeverinë nëse Kurti nuk e bën një gjë të tillë. Por pa konstituu kuvendi, sepse ne po harrojmë se kuvendi nuk është i konstituar. Ai konsiderohet i konstituar madje masi zgjedhet kryetari dhe kryesia. Kështu që ne e kemi një situatë kur nuk kemi institucione. Tashti, kjo është hera parë kur jemi në një gjendje të tillë. Jo vetëm për shkak të ligjit, po në të kaluarën, kryeministrat në detyrë nuk e kanë bërë betimin me njëherë. Kemi raste, e mbaj mend shumë mirë Abdullah Hotin, i cili nuk ka ardhur me bë betimin e deputetit, para se me ka nejt pro e ka prit derisa ardh kryeministri e ka marrë postin, mandej ardh dhe ka bë betimin, sepse mundet. Një deputet nuk do me thonë që ditën e parë kur bëjnë se gjithë Po, që shme unë e para ndalon, konflikt në interes e to që kjo, s'mundet me konë edhe deputet edhe ministre, se s'mundet. Po na s'mundet, po për shkak në Britani mundet. Po të na letin Britani kanë bret, o ti, apëton, është tjetër kërëzistem tjetër, na s'kena bret. Po, Shqipen. Po, përdesa Shqipëria po e lejon një gjë të tillë. Pra po thamë, funit është vullneti. Kurti nuk e ka thjesht vetëm apo mundet me u bë kryeministra jo, çka pasit bot kryeministër, kjo është paqartësia. Okej, Abdigjiku, roli ti? Roli ti, mendoj se për momentin është i treti në rend për përgjegjësi. Pa e kry një herë... A është duke abstenuar nga pozicioni i tij, apo... Nuk besoj, do ta shohim mandej. Jo, me vot. A është duke abstenuar nga pozicioni si kryetari LDK?